I pa kuptim me duket vetja, kur me sy nuk të shumë edhe m'shpi, ti me dhe m'zemra qdo vonat, për ty me ndoj, sa e vështirë kjo jetë pati, si verbër kërkoj ty, ti ndriqoje shpirtin tim sa më plotso, ti nuk e di. Shumë po vuaj, ah në vetëmi, ah më zia, po trishton, po t'i dite, po fikson. Hajde shumë, hajde. Ty dashuri sa herë nuk kujtoj, onim për ty e kaloj, kur se pata kuptu se ka shumë, më ke mundu koha ime bombaron, pra ndaj e nuk të kam, lopët nga syt nuk të më pushojnë deri ditën që do t'kam pranë. Shumë po vuaj, ah në vetëmi, ah më zia, po më trishton, po ty dite, po më fikson. Po friksoj, Po bravo! E kemi një sonë të këtë notë me Endrin mi se ka orë emision për të parë prej Shqipërisë, edhe pse kena komuniku gjatë për më orë, po na thojmë dhe në kismet. E kismeti u ko pak largë, po i mirë, domethënë që erdhë momenti para verës, atmosfera më konë flak, edhe besoj që ky emision ka më shkuson të si halvja. E kam 3 djemë që na vinë për Shqipëri edhe një vajzë prej Kosovës, të 4 janë për herë të parë. Unë para se me fillu këtë emision sonte me fol me këta mysafirë, i falenderoj ata që na përkrajnë tash shumë vite në këtë emision. Është kompania më e madhe në vendin tonë, Cima Construction, që ka ndërtu më këtë Kosovën, ka fillu gati edhe në Shqipëri me dojë me ndërtu, po njëherë ka dhe pak punë në Kosovë me një super kompleks në Prishtinë të re me 1.000 banesa, me një qendër të madhe kështu, një qendër e madhe e banimit, 10 hektar tokë, qerdhe, restorante, hotele, shkollë, gjithçka brenda një kompleksi, Cima Grand Kompleks. Nuk ka nevojë për kredi mo, shkoni në bankë, shkoni te Cima direkt, ose shkoni në bankë, thoni s'kem nevojë për kredi, po
direkt tek ndërtuesi me keste mujore, pra pagoni çdo muj banesën, lokalin apo garazhin që keni me investu. Flokët janë të ndalë për ndryshe, mos u shqetësoni. Ka nis me urrit, po do mi mbaj pak surprizë për juve, mos më jau tregu në këtë fillim të verës, po pak më vonë, domethënë, s'ku po çaq bukurosh sa s'keni menduar kanalin, s'keni mujt me pasë ka rrugë mësyshi. Pijen tonë zyrtare tash është shumë bitë Golden Eagle, që e kemi tash me super yllin tonë, Granit Gjakën, që i bëjmë fala për këtu. Golden Eagle është pije fantastike, gjithashtu dhe Graniti është lojtari më i mirë shqiptar i të gjitha kohrave që ka luajt në vendet më të mira të futbollit modern. Golden Eagle e energji e kemi në çdo vend botës gati, tash e pa me dhe një lajm që edhe në Siri domethënë ke shku, si u liru Siria prej atyre masave dhe prej luftës, direkt energjia madhe në Kosova në Siri. Çdo shitje që e bën Golden Eagle ndan një fond caktuar për njerëz që kanë nevojë në krejt troje shqiptare. Kështu që vazhdoni me pi Golden Eagle, ata që nuk dojnë me pi Golden Eagle kanë natyral 100% pa sheqer, pa asnjë pikë sheqeri, domethënë, sa dhe thënë turqit. Kështu që natyrali është gjithashtu brand i joni shqiptar, i prodhuar nga kompania e njëjtë Flutex që prodhon Golden Eagle, e garantuar në tregun botnor, kështu që pini pa asnjë problem. Alioni kompania është giganti i veriut Kosovës, e ka ndërtu Mitrovicën, e ka ndërtu Vushtrën, tash e kena në Prishtinë, nuk po thom më shumë, po një 30 vende për momentin po ndërton në Republikën e Kosovës. Alioni kompania është gigant, se garanton me cilësinë e ndërtimeve që i ka në krejt vendin tonë, kështu që ju që dëni më rahatu përjetësisht me një banes, ose lokal biznesi, ose garazh për kirën e juj, Alioni kompania u heket shqetësim një herë për jetë. Diamonds Clinic tashmo dihet me mbi 30 shërbime për trajtimin e lëkurës, me aparaturën më moderne në treg, me laserin kandela, me kremrat për trup dhe lëkur që vinë nga Korea dhe nga Amerika, brendet me të njohura në botë mund t'i gjeni në Diamonds Clinic, shkoni tash verës, para si më martu dhe para si më shku në plazh më duk bukur, rregulloni lëkurën e juj dhe vera veç po vjen. Ata që kanë nevojë me mbjellë lule të bukura, në Vazo Production e kemi në Miloshev, këtu vazo që kemi në skeli gjeni në Miloshev, 10 forma, 10 herë garancion për cilësinë që e kanë. Kjo kompani ka prodhu vetëm për Evropë, shumë vite tash ka fillu me prodhu edhe për Republikën e vogël, për simpatike Kosovën. Unë kam i falendru ka pasko partner tonë që janë fantastik, po e nisim emisionin me Endrin, me Erin, me Ervinin, edhe me Klorianën. Ta 3 për 4 për të parë. A po kaloni mirë sonte? Shumë. Treft Shqipërisë, çikën e kim për Kosovës, Florian, si je? Mirë se ju Mirë se qeta, erdhe. faleminderit për ftesën. Besoj që kemi me kalu shumë mirë deri në fund. Jo me kalu mirë, po kena më gnosh. Eri mirë? Mirë. Për herë të parë këtu, a? Për herë të parë. Po. A në Kosova, a ka në herë në Kosovë? Po jam në Kosovë. Kur ke qenë për herë të fundit? Për herë të fundit kam qenë para një vite gjys. Ha? Çish po duket Kosova? Kam qenë koncert. E mirë Kosova? Mirë. E mirë, a? Shumë e mirë. Pse s'vini më shpesh në Kosovë për shembull? Po duhesh me naftu ti më shpesh edhe na. Po njëri vjen edhe për qef, more, njëri vjen edhe për qef, more, vjen për qef. Vina sa herë që kena puna, po kuptoj. Ki bon shumë këngë të bukura. Faleminderit. Shumë hite ki bon. Edhe bashkëpunime, po edhe vetë, më thonë, je këngëtar djalë i ri, fantastik. Faleminderit. Me cilin prej bashkëpunimeve ke kalu mas miri kështu? Bashkëpunim Po, me cilin, ose me cilin? që kam kalu Po, mirë, ka ecë projekti mirë, je koni knaqën, je ndaj lumtur. Ha, kam pas shumë bashkëpunime. po njërin që ty të ka met hala kështu. Nuk është se du të përmend. Pse i nona? Ndoshta ashtu nuk du të përmend. Po. Një këngë që më ka ecë shumë mu, Po. ka qenë Bala. E kam zjerë në YouTube-in tim. Okej. Më bëni subscribe, Qerimi e keni në YouTube. Ty reklam. Reklam, okej. Mirë, që sa kohë kënën? Unë e kënoj që 12-13 vjetë. 12-13 vjetë? Sa e ke nisë kur e konë? Sa vjeç ke fillu? Jam kon i vogël shumë. Sa vjeç? Ha, shumë i vogël, a? Shumë i vogël, a? I vogël, po. Okej. A kime vazhdu me muzikë? Po, kam me vazhdu me muzikë, plus jam edhe producent, edhe kompozitor. Për në me, a? Kena studion tonë në Shqipëri. Këngëtar, producent, Po, kompozitor, tekst shkrues. tekst shkrues.
Hajde. Edhe mix, master, në studio i bojna krejt e kena studion tonë në Shqipëri, që presim edhe këngëtar, do me thënë, të Kosovës. Që vinë të Kosovës. Që vinë të Kosovës, edhe kena pas shumë këngëtar që kanë Kosovës. Kosovës, po. Kështu veshin e keni moderne, jeni djem të trendit. Po, jena djem të kohës. Jeni djem të kohës. Se këta tjerë të klasik, ta janë old school, a? Old school, po. Old school, bra. A ka këngëtar të mirë? Po. Ka të mirë, a? Po. Cili më mirë për ty? Më i miri për mua? Po. Po, nga Shqipëria apo nga Kosova? Njësoj marrë jemi na, një dres jemi. Shumë Ervini është më i mirë. Ervini, a vetë se e ki Mika? A jeni shok Ervin? Unë e kom vllavin tem të vogël, atë çashtu të konsideroj, po na jena një familje. Jena familje. Çka jeni mes veti? Ju mbi emrin njëjtë. Po, mbi emrin një familje jena. Djalë Hoxhë, çka keni? Tregom kështu konkretisht. Babain e Ervinit, Po. Emilianin, Po. e kam djalë Xhajës. Një familje. Po, jena një familje, po. Me bona hit më të mira, të vjen pak i noti ajo? Po, vjen. Të vjen pak i noti. Po. Të vjen pak, a? Po, Pse më, jam pak xheloz kështu. Je xheloz. Kur kërcyri që bën njerëz Nuk është këngë të mira. Ku jetoni ju? Ku jetoni? Ne jetojmë në Tiranë. Në Tiranë, a? Po, Tiranë. Bravo. A jeni shkollu? Po, jena të shkollë. Keni shkollu? Qa keni mbaru? 8 vjeçare kena marrë. Mjafton? Kaq mjafton, dina me shkrujt, unë di Po. shqip, di gjermanisht, di anglisht. Ku i kem mësu Di këtë edhe gjuhë? gjuhën rome. Ku i ke mësu këtë gjuhë? Gjermanishtën e mësova kur isha në Gjermani, anglishtën e kam mësuar në Shqipëri për shkak se në kompjuter që punonim me Po. këta pluginat, efekte çan këto, duhesh të më mësu gjuhën English që me punu me Sa ke jetu në Gjermani? Unë në Gjermani kam jetuar rreth 8 vite. E pse u Po me ktheve? shkputje, apo kupton? Pse u ktheve Unë në shkoj Shqipëri? prapë atje, shkoj. Shkon bjen. Se rri me mami në Shqipëri, edhe vi më shumë për mami. Cilini ma kështu, ma me teke? Normale, ai Servin. më i ri është. A të dy me teke, a? E cili është ma kështu, ma i letë për punë? Cili është ma i shpejt, ma kreativ? Ja, po ja lëndoj. Nuk priton. Që është më i madh. Ai është ma i shpejt, do me thonë, që po bon aranjime, ta senet i bon ma shpejt, kurse une i kryj mixet, master, këta senet të tjera. Po me intereson që ka bëni në Tiranë? Qësh jetoni? Qësh funksionon në jeta juj? Na e kena një jetë shumë të mirë. Punojna në studio, merrena me financa, me këta, janë do senet. A keni bon shumë lek? I përmend në financat. Lejmë sekret. Ku i shpenzoni lek? Që ka bëni me lek? Tesha, sene. Shumë tesha, a? Vegle, aparatura për studio, sene. Qashtu, kere. A kere? Po, 6 kere i kom. 6 kere i ki? Cilat i ki? I kam 2 BMW, Po, e kom një seria 3, një seria 5, BMW-s? e kom një Hyundai, po, e kom një Smart, po, e kom edhe një Benz po. old school. All timer kështu, a? Old time, po. E pse u duhen, pse çka të vjen 6 kere ty? Në Tiranë. Thjesht i kom mam njona mas tjetër, ki se dhe pasion. kur si kom shit. Pse, more? Nuk kom shit. Ai përdor? I përdor, po. Të për herë 6. Jo për herë 6 atje. Mos i Njoja ngjet jam gjitha i për. Ervinit, apo kupton, Aha. punat familjes, shukur i dyn. Kështu bashkë jeni në koncerte, bashkë kënoni, bashkë i bëni këngë. Bashkë. A i ndoni lek bashkë të dytë? Po, edhe kur punojna 50-50 a? Po, edhe kur punojna në studio, e kena një çmim, një pazarin ton, e ndajna paret bashkë. I ndoni bashkë. Po. A ka lek për muzikës? Po. Ka lek, a? Ka, kur je kreativ, ka lek. Jetohet mirë, domethënë. Po, as diskutohet. Cilini më i madh mosh? Unë jam më. Ti më i madh. A po ndëgjon? Po, normalisht që dëgjoj, sepse është më i madh dhe duhet të tregojmë pak respekt për më të mëdhenj. Janë rregulla kështu të pashkruar, por funksionojnë domethënë tani. Alo. Më i madh do të mund dëgju. Bravo, po m'pëlqeni. Po m'pëlqeni shumë bukur. Cili kloni pari për juve apo na knon? Ja. Më i vogël, ha? Ervini. Më i vogël Ervini. Më i vogël. Sonë jena edhe me show band, djemë që janë zakonisht pjesë e këtij emisioni, djemë fantastik, se cili më e mirë se tjetri në instrumentin e vet, kështu që a pe kallim. E kallim. Hajde një balad ta nxjerr pak Ervinin për herë të parë kam këtu, një balad kështu të shpuar. Hajde. Premtime ti ku mile, zbonim banjoni tjetrine, e ku jemi sot. Zemrën qëtë fala ku male, unë bëm njoni tjetrine, sa kam dërdhur lot. Premtime ti ku mile, zbonim pa njoni tjetrine, e ku jemi sot.
qet fala ku male, unë bëm njoni tjetrine, sa kam dërdhur lot. A këto lote mia, një ti ty kam me t'bra, kam me t'myt vet mia, hajt se ke me pa. A këto lote mia, një dit kan me t'bra, kam me t'myt vet mia, hajt se ke me pa. Hajde shpëtim, ola! Ja shale di! Premtime ti ku mile, s'ponim pa njoni tjetrine, e ku jemi sot. Zemrën qet fala ku male, unë bëm njoni tjetrine, sa kam dërdhur lot. A këto lote mia, një ti ty kam me t'bra, kam me t'myt vet mia, ajt se ke me pa. A këto lote mia, një dit kam me t'bra, kam me t'myt vet mia, ajt se ke me pa. Ajde soben, eva! Ajde ri! A këto lote mia, një dit ty kam me t'bra, kam me t'myt vet mia, i se ke me pa. A këto lote mi, një dit kam me t'bra, kam me t'myt vet mia, i se ke me pa. A këto lote mia. Bravo bre! Këngëtari mirë, a? Po, Kush e ka po këngën ti? është shumë i fort. Shumë i fort. Këngën e ka bo vet ai e ka po. Kompozojnë vetë, domethënë. Kompozon vet. Dhe me Erin, po më shumë me Erin, të dy bashkë. Okej, bravo. Po thu këngëtari mirë, a? Po, dhe ka për të bo shumë i fort. Qa po të shkruan këtu në qafë? Qa ke shkujt Këtu aty? kam shkujt English, e kam shkujt blessed, i bekuar. I bekuar? Po. A menon që je i beku, për shembull? Po, Pse? i kam gjithat mira. Këti kitë mirat. Elhamdulillah. Bravo. Kjo bijuteria apo është këtë Kjo- diamant i bardhë? Po, diamant është. A e ki tester? Diamant. A ki tester? Jo, me sy e testoj unë. Munesh me E testu. testoj me sy. E shtrajt? S'moj me ta kallëzot, tani. Ha. E shtrenjt. 100 lek? 200 lek. 200 lek, ha? Okej, ku keni mi kry pushime në këtë vit? A shkonin pushime? Shkojna në Durrës. Ku? Në Durrës, ma Atje ofër. kena në gat, po. Me atë makinën e vogël smart. Ose mujna me shku edhe në Dubai. E A në këshirë mi. Dubai? Po. Shtrajt bre? Se shtrejt? Ke qenë herë në Dubai? Jo, asja. Hiq. Po kam qef me shku njerë. E pse s'po shkon? Ha? Kam qef me shku. Apo ne i bon ti biletat shkojna. Po, more, me një agjencion kështu gratis edhe ju ikni për Dubai. Çfarë rutine keni ditës? Në sa zgjoni për gjumit? Me gjumin jemi pak problem. Problem, a? Po, se ma Keni bo shumë fjalë rina me gjumë? natën, Po. edhe flejna ditën, apo kupton, se Okej. kena punën në studio kështu. A o vështirë me flajt natën, po më me flajt ditën e me natën qut? Po, është shumë vështirë se s'munesh me kthy tani sistemin, apo kupton. Po. Duhesh para me më- nejt tani 2 ditë që me Para kthy më do me pas me shku në komunë një ditë me nxjerrë një dokument, shkon mas 5 vjetëve. Po. Se ata natën janë në shtëpi, ditën punojnë, Jo, ju kur kena punë kështu të rina pa gjumë, apo kupton. shkoni duhet me kry- kështu pa gjumi se 4 orë dhe mandej. me kry punën. Apo. Bravo Floriana, prej cili qytet të Kosovës apo fshat?
prej një qyteze të vogël shtimës. E vogël po simpatike. Po. E mirë shtimi, Ka domethënë. bukurinë e vet shtimja. Normalisht. Ofer me një katon që quhet gjurkat. Që sa po kënon? Fillimisht me tregu shpëtim, unë kam startu me ilahi. Që me ilahi. Po, Ja dikon the? prej moshës 90 vjet edhe kom vazhdu thoj se një 6-7 vite me ilahi. Çdo herë kom marrë pjesë në tribunat fetare, në mevlude, Po. në iftaret gjatë Ramazanit. Po. Po masni gradualisht erdh një i fshatit ton aty. Kësh erdh na jo u pesnol mirë. ti thash. Jo, jo. Na i kushtu. Një ja për t'joni dhe më propozoj për me fillu me bashkëpunu me Me ata. knu. Po. Masni hopat e pari ka marrë prej hoxhës, imamit tonë xhamis, Me që knua? ka njoft, po. Më ka njoft rrethina dhe me thonë me vludet, iftaret Prit, edhe atë ka ndihmu me knu hoxha, ka me ilahi. Jo, ilahit. A, ilahit. Normalisht. Për marketing, më ka ndihmu. Se kështu Ka e për me bje knu për marketing kjo? A? Atë ka suportu të më thonë. Po, po, Okej. Po. Mandej e posh që gradualisht nuk kisha shumë një ori rreth muzikës, mirë po më ka pëlqy vazhdimisht. Sidomos zhandri i dullit, i artonit, i ashtmase. Okej. Edhe mandej ma buni atë ofertë, në fillim janë kom pak mundësit ju të përshtatshme mira. për me fillu për një projekt, se si që dim krejt muzika don investim, edhe normal kum fillu me qato qa kom pas mundësi, Qa ki pas mundësi. mas një gradualisht edhe tash janë bo pak ma shumë vite që mirë na me muzikë, Me se muzikë? di sa këto i bjen, Okej. po ashtu ma profesional është që mirë na 2 vitet e fundit, Okej. që bashkëpunoj edhe me këngëtar ma profesional, që është edhe Artan Jusufi, Po. dhe me thonë sezonën e kalume edhe tash e kam me ato, kështu që sezonat tjera shofe, Ka dal. projekte tjera. Po. E ilahis po kënon mua? Ju në knoj, edhe ilahi, Okej. edhe i kom shumë për qef, edhe çdo herë e kom atë mungesën shpirtërore, pse nuk e kom vazhdu me ilahi, me thonë drejten e ndjej vetën shumë të plotësume nëse jam të marrë me ilahi. Po muzikën e bëj ashtu si hobi, si profesion dy atë thoja, ama asë edhe një herë atë ndjesin shpirtërore që S'po të plotëson domethënë kjo. Jo, sikur Ja ta plotëson xhepin, s'ta plotëson shpirtin. Gjepin po. Te çka të tha hoxha kur e le ilahin? Hoxhën A, unë ki ja taku mo? fillova, po. Billetash që u konë duoja për haqë që e kanë pas, Po. më kanë ftu. Po. Po mandej ajo organizimi për me këndu ilahi u anullu, se mu Okej. veç më thire dhe tha Florana duesh me ardhë, bëhet në komunin e shtimes, edhe i thash s'ka problem, unë halo vazhdoj. Amo normalisht nuk jam ashtu e rregullt, edhe tash kur po më shuin njerëzit edhe me ilahi, edhe me Me kong, nuk është që unë ndikuna, po automatikisht po nisin ato kritikat për caktohet se këti ose ande, amo nuk është që unë e marë qatë thujnë ata. Thjesht e di që reagujnë me njëherë, amo inshallah, do në zote, që një kohë kemi vazhdu me muzikë, mirë po përfundimi me shku drejt si një ilahiste e suksesshme. Tash, do më thonë, ti ke këndu ilahi, a e ke agjëru Ramazanin po? Kom agjeru, kom bë namaz, kom lexu në gjuhën arabe jashtë mos e shumë, mirë po ajo pauza tash që kom hin muzikë, e ka bot vetën. E ke lanë, do më thonë, atë pjesa? Nuk është që e kom lënë total, komplet, mirë po e kom rallu. E kom pas për kushtimin fe, thuj se 90%, kur jam konë me e vogël edhe gjatë qasaj kohë se jam marrë me ilahi, me vlu dhe me këto gjana tjera, jam konë shumë e rregullt me namaz, me thonë edhe diçka shumë sekret, që po e thomë Hajde këto. më thumë sekret. Sa herë që është falë drejka, unë e kom nejt në xhami me motrën, me shoqërinë e ngushtë deri në kohën e ikindis, nuk më shkon shpeheq. Po. Gjatë qasoj kohë kemi lexu Kur'an, kemi knu ilahi, kemi bë projektet tona aty që i kena organizu, që në rast që na thirrin për i kemi pas edhe do gara Për komunale tribuna, ashtu, gara, po, edhe po tribunat edhe me gra, sa herë që jenë organizu na jemi kon fill të gatshme. Me Po unë jem shku. kon ajo që kom pas rendin për ilahi, mas ne edhe për leximin e Kuranit unë me motrën, mas ne edhe për pyetjet. Do më thonë, ti lexon Kur'an pa problem, në gjuhën arabe. Tash, ma po kam vështirësi, për shkak që i kom harru dhe Po. shkronja, edhe në gjuhën arabe thiksi është ma i ranë, kur të Okej. thuhet. Mirë po tash, normalisht ajo pauza e ka bot vetën që nuk jam ashtu tamam E si ma sigurt. herët, po. Okej. Nuk mu me bot tamam si ma herët. A u idhnu hoxha kur thet do me knu? Hoxha si ka met hatri pak, se ka met kena hatri kalu pak. shumë mirë. Aha. Edhe e kem atë raport shumë të mirë edhe tash.
Kam edhe kolegët tjera të cilat janë marrë me ilahi, por nuk janë gënë kur ashtu të vendosta që pe bëj qëto. Janë marrë nështë me shkollë ma shumë, me këto gjona tjera, po me ilahi jam konë one e fokusuar. E mbulu me si konë? Jo. Jo. Edhe du shumë e realizuat që. Pse bën? Për shembull? One, me të thonë drejtën, e kam në planet e mija ta oferta vizitën në Umre, me plotësu një ëndër shumë të madhe që e kam. Normalisht njëherë i kom pyet prind se a dojnë me realizu haxhin ose jo. Mandej ata më kanë thonë që bisedojmë atutje. Po vizitën në Umre, po du me realizu shumë. Nështë prej vizitave ma të oferta që i kisha bo këtu, që janë Shqipëria e Turkia e këtu, me njëherë mas tyneve kisha bo Umre, nëse mu kish mundësu. A kemi në muzikën, a kemi vazhdu me muzikë tash? Kur nuk e di, a ka me kone njajta. Pse? Se di se one të natën, diri sa të flej, jam vazhdimisht me rukje. Okej. Nëse zgjona, i kam aty në listë me vazhdimisht që i kam rukjet, po sa herë që nisa me muzik e bëj ashtu, po nuk kam flenë zemra. E tash nuk e di që kisha mujt me ba nëse isha këthy. Une, falë që unë dhe pres, une jam konë në Umre, e kam bo 2 herë Umre. 2 herë, a? 2 herë. Se shkove i herë me shku qika pas ka qef. Edhe nona jem, kur se kam shku bashkë me nonën teme, kur kena shku herën e parë, ajo su konë e mbulume. Kur jena këthy tani ajo se ka hekme. Se do më thonë është... Jo, thjesht i pëlqen, e ka përjetu. E ka përjetu, po edhe tani... E ti pse si mbulu, alo? Pse si mbulu, alo? Aja, tamani. Me mbulu flok. Ti je taman. A të ka pëlqy atje? Po, shumë. Ishte shumë të nejsi. 2 herë? Po, 2 herë. A penin? Nashta shkoj prapë. Shkoni një herë bashkë? Me qiken, këti e di venin të ashti? Jo, kam shku me grun të eme. A, me grun? Edhe me djalin e vonë. A, je martu, ma? Po, jam i martu. Që sa ko je martu? Po më duke shumë i ri. Se sa? Që 8 vite. Pipjeni një martu në klasë 2? Ja. Që 8 vite. Duke shë ri, marë burë. Martoni shpejt, jo. 8 vite, Allah, 8 vite martes që djali ri. A i kera pishman hala, jo? Ti a je i martu? A i kera hala pishman, jo? Jo, pse mi ra pishman? Po të pyetje, në bispytje bëj. Jo, I lumtur je? Shumë. Shumë i lumtur? Shumë. A je martum? Jo, kam kohë. Ki koti, ja? Kismet. Ky 8 vite, djalin klas 6. Ju ka po djalin klas 6. Bravo. Edhe kem te Umria. Dhe me shku. Qështu me muzikë, qështu me sa vjetë ki kënu ilahi? Sa kohë? Sa vite? Po, kështu pandër për i, radhaz. Të më thonë prej 9 vjetë deri në 17 vjetë vazhdimisht. Jam konë e rregull. Okej. Edhe me 17 vjetë hajtë për bëj projektin e parë. Dole në muzikë? Po. Mirë, të jetin? Apo në kënëni kongë sonte? Po. Cilën kongë? Unë e kisha këndu një serenad, kur e përculla Ylberen. Po, kongë e mirë shumë. Më pëlqen shumë, interpretimi saj edhe e kisha këndu shumë qef. Hajde. Kur e përculla Ylberi nuk theva hyra no. Kur ja pashman zërën varun ja lava me lot. Mos e loj me lot o izano, mos e loj me lot. Se shko
Qërion, bravo. Kënu zemra? Faleminderit shumë. Ja, po kreshe mirë. A mami e ke kënu Ilahita këtu? Ilahit. Mami, la? Po. Me Okej. komplet zemrën. Me komplet zemrën? Po. E tash kur këndoj halen nuk e kom largu komplet atë stresin e muzikës, se veç kur po më shikojnë publika ose diçka po më bojnë me undin stres, ndoshta është ajo që më vjen hale eksperiencë. Se për ilahi nuk e kom dertën me konë sa e sa njerëz këndoj pa pikë probleme. Se e mësum, Po. për e E kom vogël, bo shumë vite, po. ja 8-9 vite pas e kënu pa Po, ndërprej, Po. mandej hoxha në gjami të ndasëm. Okej, Endri, a e të kalu mirë? A nini me zveti ju të të kallët që jeni këtu? po. Nini, a? Para shumë vitesh. Para shumë vitesh. Që shpëm folë kësi më konë 8-2 vjetë. Në më thonë para shumë vitesh. që Mundësisht fëmijën e kam. nifen edhe prindrit tanë. Okej, Pas Rafmet dhe Indjeri babi Erit. a jeni ofër me Babi një tim. lagje kështu a qysh? Jo, unë rrinë Mamurras, Okej, që është gjysëmore nga ofër. Tirana. Këta në Tiranë. Po. Shumë Më bjen bukur. shpesh me shku në Tiranë, Po, për punë. sepse jam për- edhe dhondër Tirane tani. A dhondër Tiranë tash e po, a? Hajde, hajde. Të thonë edhe dhondër edhe këto në të mirat. Shumë bukur. Je ma shpesh në Kosovë nëse nuk gaboj. Po, më Për bjen dallim shpesh, prej shpesh marrë Kosovë. ma shpesh. Po. Ta të pëlqen? Shumë. Çka ma shumë nëse në Kosovë? Po, njerëzit janë shumë të ngrohtë, Të ngrohtë. mikpritësa. Sidomos verës ku të bëhet 35 gradë, 40 gradë, këtu të i ki njerëzit shumë të ngrohtë, këtu ke djerës janë. Domethënë Jo, i ki këtë shumë aspekt, nxehtë. po, kanë shumë respekt, janë të dashur, Ke pritësa. pas edhe bashkëpunime me këngëtarë të Kosovës. Po, kam pas. Ke pas nëse nuk gaboj i kam pa disa që ki punu. Çu të kam prit? Kolegë Shumë kënej? mirë, Shumë mirë, Mira? shumë mirë. Okej. A ishtina me këtu këta dy bashkë, këta dy kushërit me zveti? Pa tjetër. E ka një këngë të bukur bashkë që e bojnë. Po, shumë e Ha? bukur. Shumë e bukur. Kush e ka bo? E kam bon, e kam kompozuar edhe tekstin e kam bon. Nuk ta tregoj sa të vlerën e atij zinxhirit saki. Sta Më ka tregoj met se pik. se tani ma Pik nga met. Po thu kështu ikën a? Ku e ke ble këtu a? Atje. ja, ja. Ha? Është dhurat. Më mirë Sa po ta karat them. është? A i ki tester? Jo, vëlla të thash vetëm se kam testin. S'kam testin. Nuk e di sa karat. Nuk e din sa karat mirë. A shkojmë bashk në një balat me kënu? Po. Direkt. Hajde. Djenja për ty sa një mal, ishte shkrujt me për të ndar. Lotët në sy më janë dharë, pas nuk kemi me u par. Djenja për ty sa një mal, ishte shkrujt me për të ndar. Lotët në sy më janë dharë, pas nuk kemi me u par. Si të dashuroj një tjetër, kur nuk mundem do. Nas më tënde do vine zër, jo më zderë ti do. Si të dashuroj një tjetër, kur nuk mundem do. Nas më tënde do vine zër, jo më zderë ti do. Ndjenja për ty sa një man, ishte shkrujt me për të ndarë. Lotët në sy më janë dharë, pas nuk kemi me u parë. Ndjenja për ty sa një man, ishte shkrujt me për të ndarë. Lotët në sy më janë dharë, pas nuk kemi me u parë. Hajde shpëtimi, oba, hey! Hajde Rikulancia, hey! Unë të shkoj shumë largë zemër,
ata për ty grejtëlli. E pusje shurje me tjetër, për ty u aqeli për mu grejtu zi. Unë të shkoj shumë largo se më, ata për ty grejtëlli. E pusje shurje me tjetër, për ty u aqeli për mu grejtu zi. Ndjenja për ty sa një mal, ishte shkrujt me fortuna. Lotët në sy më janë par, bas nuk kemi më u par. Ndjenja për ty sa një mal, ishte shkrujt me fortuna. Lotët në sy më janë par, bas nuk kemi më u par. Let's go! Djenja për ty sa një mal, ishte shkrujt pe për të nga. Lëtët në sy më janë par, pas nuk kemi me mobar. Djenja për ty sa një mal, ishte shkrujt me për të nga. Lëtët në sy më janë par, pas nuk kemi me u par. Bravo show band. Ju lunë mëre? Shumë faleminderit. Atë ka rene herë? Atë ka gjujt në herë kështu? Ja. Ha? Maj malë është ka drejt. Dhe më thonë qovë se flanë gjatë, mund është pak kështu. Veç një tek. Po, Ha? Mund është. Dhe më thonë është maj malë i ka drejt ka njerë dhe me gjujt ka pak. Po. Ha? po. Edhe ai nuk thot gjë, edhe. Ja, nuk thot gjose i maj malë, që ka me thonë. As diskutohet apo jo? Edhe mund të themi varet. Po, kthehesh ti. Ja. Eri, Endri, e ki pas një këngë shumë të mirë, në më thonë një hit, para 2-3 viteve, Hajde ti, që e kemi përdorë edhe na këtu, dhe më thonë e ka kënu të na këtu, Deoni, disa të tjerë, më da kanë kënu, një këngë që u po jashtëzakonisht viral në kohën e vetë. Sa që atë shumë është kënu, nga tjertë, E vërtet. e kanë njoft këngën nga tjertë dhe hala s'po m'njofin që unë e Dhe kam. më thonë, këngëtari i parë që ka kënu këtë këngë është këtu sonte me neve, e keni ba bashkë me Adin, Adi si bardhi me që batalionin, përshëndesim apo shumë. bes me Adin, vetëm Adi ka qenë më më duket. Adi ka qenë dhe do kolekte tjerë. Okej, që i bëjmë fala për këto Adit, se kemi këtu, e kemi Përshëndesim shumë. Përshëndesim si bardhë. e kemi pjesë Si të kësaj bardh shtëpie. Kënga është bë viral shumë, domethënë është bë u këndu shumë, u Shumë, stërkëndu, shumë. po një këngë e mirë. Këngë të mira kënohen domethënë. Është e mirë kur dikush i kënon këngë e secilit. Sepse kënga për të kënduar është ajo. domethënë. Normal. Edhe ti këndon të tjerëve, të tjerë ti këndojnë Po, tuat. edhe atë këngën time e kam dëgjuar. Cilën more? Trëndafili blu. Ajo t'ja është ajo. Jemi është. Ti e këngëtari i parë se Po, jam i kënga. pari, po. Për një me. Do të thonë ajo është e turkut ati. Vija, Vija, po. po, Teksti? damla. Teksti, jam unë. Ti e ke shkruajtur, a? Po pëlqen? Është këngë e bukur ajo. Trëndafili blu. Bashkë me një Ç'kam shokun thonë? në tim, do më thënë e kena shkujt bashkë, Adriani, Në cilën vit është bë kjo këngë? ka shumë vite, Sa? 10 vjetë. 10 vite ka këngë bë. Po, 10 vite. E ke këndu i pari? I pari, po, ma mrapa tani bona dhe një këngë tjetër, meritoj të jemi lumtur, Aha. do më Bravo. thonë atë koja nisa. Ja ke pak. bëhite, përse? Ke bëhite, bravo, t'lum. Kur e këndove ti, ajo këngë veç filloi mu donë si përfaqe, mandej e këndu, nuk këndu në Kosovë këtu më të madhe dhe Në fakt ajo qymrën anotës, vërtet shpërthej ajo. shpërthevi direkt. Shpërthej. Po. Si është puna me bë këngë të mirë që e kënojnë krejt, dëgjohen të naon? Çfarë ndjeni është? Si ta shpjegoj. Ha. Këngët e mira Po, janë çastit. e vërtet. Shpejt e shpejt bëhen, në Shumë moment. mono është për me bë një këngë bukur, Po, një vit, po, mund zgjasi deri në 2 vjet. po, Po s'bëhet gjë. Asgjë. Një këngë që bëhet mrena minutave, Në qast. direkt bëhet hit. A shkojna pak me Hajde ti? Patjetër. Tanim live për herë të parë sonte prej këngëtarit të parë? Hajde. Patjetër me kënaqësi. Kam marrë
Cordova. Ciao. Yasha. Gjithi të lëridu këtë prit kurde, ka shtapia, karonë më bjej, si policia. Gjithi të lëridu këtë prit kurde, ka shtapia, karonë më bjej, si policia. Hajde ti, vajdash ti se mu Cordova, shmu, ta pash me sy, da shudava. Hajde ti, vajdash ti se mu Cordova, shmu, ta pash me sy. Ja qare di kontra. Puthi, pak, buzën, pak, buzën se ti kale. Hajde luje, cak, be, li cak, be, li do senare. Lëta puthi, pak, buzën, pak, buzën se ti kale. Hajde luje, cak, be, li cak, be, li do senare. Sante tu bebi, me o halagat, edhi që gjelozat, mund ta me përina. Du bebi, me mu halagat, e di që gjelozan, mund ta bëj përina. Japa. Puthi, pak, buzën, pak, buzën se ti kale. Hajde luje, cak, be, li cak, be, li do senare. Lëta puthi, pak, buzën, pak, buzën se ti kale. Hajde luje, cak, be, li cak, be, li do senare. Sante tu bebi, me ola kat, edhi që gjelozan, mund ta bëj përina. Sante tu bebi, me mu halagat, e di që gjelozon. Jasha, jasha.
Bravo bre, ma në fund e knove, u knu për e parë këtu për e këngëtarë që dosh më knu moti, po që fati bre. Po ja, kismeti Tjetër ka tani knu është. mirë, do më thonë se ka knu keq. Po, mirë, shumë mirë kanë. A ma vështirë është me knu a me shkrujt, a me komponu. Të dhja kanë A? vështirësinë e vet. Ka vështirësinë e vet. Cila është ma e vështira? Ma vështirë është me knu, besoj unë. Se me shkrujt mundesh edhe ti me shkrujt, kushdo mundet me shkrujt, po me knu është vështirë. Problem. Po është problem, po. Problem, a? Mendimi im, nuk e di. Edhe me shkrujt nuk shkrujnë, Ajo, bashkë se cili. Edhe me shkrujt, normal. 90% shumë e vështirë, 90% e këngëtarëve që knujnë bukur nuk shkrujnë. Nuk shkrujnë, po. Nuk shkrujnë, domethënë. Ha? Kurse na shkrujnë. Ma let kur i bën këngë Po, të... po. A i ndonë për veti këngë të mira a jo? Po, ajo s'diskutohet. I ndonë për veti, ja, nuk i shet. Mira, i majna për veti. Ato nuk i shet. Po. Të këqijat, Është jo të këqijat, Ha, na cilat? krejtë i bëjnë atë mirat, nuk ka këngë të keqe. Këngë të keqe nuk Po ekziston. kur e shikon që ka një ka lule këngë të bukur, keqe, a? Jo. Ka këngëtar të keq. A Ka çu thuhet? këngëtar të keq na është. Çu thuhet? E keni një farë thoni kështu. Këngë të keqe muzikë s'ka muzikë të Këngë keqe. keqe s'ka, do më thonë që kena bune. Po kur ne një këngë nuk na përshtatet për Po, stilin ton, atë bravo. pastaj e qyri me e shit. Shite vlla. Po, Shite me vlla. qit diçka. Apo vjedhë shumë muzikë, tregom Po, drejt. shumë, ekstrem. Shumë, Ama a? na, kur s'kena vjell. Kur a? Kur, veç kjo që u kontronda Njo. Filip Blun, njo. Po, Tani mo, s'kena vjell. s'keni kur. marrë mo, a? Jo. A këto a vjedhta? Jo, e kisha shumë qef atë kongë. Po. Thjesht e kom shkru tekstin kur e ngjojsha ato këngëtarin, apo kupton? Ai nuk të Tani e ndaloj. kisha, po. Jo. Bravo. Do të Këngëtar thonë turk. vetmja kongë që un kam bë dikujna tjetër kjo Po. kam, Trëndafili Blues, se kongët e tjera kreti kena kriju nga fillimi. Vet, edhe muzikën, edhe tekstin e- Edhe muzikën, edhe tekstin e orkestrimin, Gjithçka. mix, master, kreta. Final, apo kupton? E kena qit vet. Çu me knu. A është e vjedhna pa vjedhna këtu? Jo, kjo është e jona. A je sigurt? 100%. Dokumentacion skit Po, i kena me drejt autori me kreta. Bravo. Me YouTube. Bravo, po thu që nuk na me vjen kush me na Spotify, me trokit. kreta. Jo, nuk troket kërkush sepse jam unë e drejt autorit, mos tani bëj. Hajde. Pupat cavalier, janë shumë pareli. Mendoj që shbëj lekat, jena bombasi. Jen muzikë lekat, një shumë muzikë. Qone ervin që limir, rëtim bombasi. Tu ka popak, dhe simpati. Ke koka, ke posati, bombasi. Tu ka popak, dhe simpati. Che coca, che
Respecte u falnes. Bravo. Ju lusin durët çuna, jeni më të mirë, më i forti redi kodra, më i miri. Respekt dhe show band. Flasin për veten tonë, për jetën tonë që bën ana. Çfarë jetë bre keni, pse i bëni këngë jetës tuaj, po më intereson mua. Sepse kena shef, domethënë me kallzu. Çka bojna? Çu jetojna? Që jetojna si kapedan, jetojna si... A kështu jetoni ju, a? 6 makina, vlla? Kine makinë, Ervin? E kam jo. Pse njot ky ti 6? Tani i merr 10 ai dhe pak. Si t'ja nisë dhe pak, ai ma kalon edhe mu. A krejt me muzikë i ke bo, a? Pak me muzikë, pak me do biznese tjera. Me çka merresh, me çfarë biznesi? Biznese halal. Cilat janë ato? Ç'a bën? Është halal. Kam Halal? dyqane, sene. Do më thonë me kështu, me shit blerje. Shit blerje, kështu. Çka kështë bon qofse e kështë lënë muzikën, për shembull, që do më lënë muzikën? Isha, qofse kisha lënë muzikën, Po. muzikën besoj se e kisha lënë, po do ja kisha nis me ilahi. Edhe ti, a? Po. Pse Se Adem Ramadani më ka influencu shumë. Ha, ka Se pëlqyer, gjithë a? e kam dëgjuar. Ademi është Edhe bilbel. prej atit unë kam hidhe ma shumë fe, kom mësu, se nuk kom ditë. Familja e jo di. nuk është se ka ditë, janë konë shumë në islam. apo. E tash jeni, do më Tash thonë, jena mirë. 2 herë pas ke qenë në vizitë atje. 2 herë, po. Nashta, inshallah, shkoj edhe për haqë. A i shtrajt me shku? Sa ku sejve? Si më kanë kur? Ki agjensia. Nuk jam kanë kurse. Nuk jam kanë kur. Jo, e kam për qiken se kjo dhe me shku tash, do më thonë shumë shpejt, besoj. Nuk është tajt, a? Nuk është. Kur do me bëj punë e banë, a i kone herë ti? Në Haxh? Në Mekë. Mek, vizit. Inshallah. Si e kona? Son Zoti. Ki qef me shku, a? Po, edhe unë kam shef me shku. E shet atë zinxhirin që e kin qafë dhe shkoni herë se e keni marak kështu në këtu farë varë se kështu. Po normal, Bani si jetë- ti që i ke marak ta këpuc. Bani jetë luksi pak, a? A me të vetë sa po kushtan që ta? Këtu të mijat janë pa lek vinë do në këtu. Pa lek. Nuk paguj gjo këtu. Si varsja jeme që merë A, dhurat pra, dhurat. Okej, Floriana, Po, a të më në bo pak atmosferë të ashti? po, qësh. Apo që është ka dole? Po, me shumë qef. Hajde për hajku. Hajde. A e din që luj për ty, ti kam knu në ata sy dhe du të zi. Me dashni, krejt të mërën ty ta ha, pa ty zi qka me ba, ekstrem kom dashni, për ty, ma ke syrin si filitan, edhe vetën si ka jetën, hajde, synoj zi, Jumi unë për ty, ma ke syrin si filitan, edhe vetën si ka jetën, hajde,
Knaqë më sonte. I keni rrë pishman që si njëra më herët? Po unë të kom shkru faktikisht. Kur më ke shkrujt? Kom shkru në Instagram. Sot e pava. A u binde? binde, Se më ndej thonë që është s'pëna këta shpëtimi. Të kom shkru. Edhe sot ma bone follow back. Sot e pava dhe Sot e SMS. pave dhe SMS-in. A u binde që e pava sot, se më ndej thu jo shpëtimi s'ma ka këthyje SMS-in, e ka knu kongën të ndapiri blu temën këtu, s'ma ka këthyje. Se të robi? Se të robi? A mo të që, u binde? A kështë jetu në Kosovë? Po, kisha jetu. Në cilin vend Kosovës, për shembull? A i një vend e Kosovës? Po, i një. Berlinin, Vienën. Ferizaj. Në Ferizaj, a? Ferizaj, po. Pse? S'di. Ma atmosferë kështu. Ma atmosferë, Ma zhurëm, a? Ma zhurëm, po. Ferizaj. Bravo. I mirë Ferizaj. Po. Në nkalime ka fu plot. Këma kishe sugjeru ti cilin vend. Me jetua? Që është ma mirë këtu në Kosovë. Kosovë, ku t'jetoj që t'jetojt mirë. Nisoj se Shqipëria. Po Ferizaj është mirë, mos se ndro, se është mirë. Mos të ndroj. Është okej, dhe më thonë e ki afër aty Shkupin, del Shkup pak, e ki afër Brzovicën, se ki më rak me skia me hypti. Me shit në borë. Po. A e ka në herë në borë? Të këta s'bjen në borë, dhe më thonë t'jonë ka borë në shojnë me në televizor. Malin e kena ngatë që aty edhe ka borë plot. A ka borë në Tirana? Po, ke mali dajtit. Pak. Pak, po. Pak, edhe ik fella jo, shkrijet shpejt. Ik fill, po. Te na hala ka borë Brzovicën, mund tash 35 gradë është këtu, po atje borë është di këtu. A ke shit në herë? Me rësit kështu me ski, po. Po, ku? Atje në mal dajtit. Po jo ski profesional, kësi. Jo me lift kështu me shumë dajt, po me ski. Me skia kështu. Po tjerë a ke rëshkit në jerë me skia? Me saj. Me saj? Po, ustaj saj mu ull. Qështë janë ato sajet? Saja është mu ull, o a i shkanë kështu. Skijet e mi vënu në kam ato zdi. Super. Se është rëzik. Her tjetër kur shkon, veç shkrujën, Dimrit, tani shkojnë a bashkë. Njanar. Njanar, po. Njanar është bora ma mirë në Brzovic. Bravo, Ervin. Apo na këndon pak tashti? Po, direkt. Qumër djallë, gjithë këtë djallë, qumër. Qumër na këndu. Hajde. Do bëm dalën dyshe, një lulle të sjell. Do të kaloj detet, se imja ti je. Do bëm dalën dyshe, një lulle të sjell. Do të kaloj detet, se imja ti je. Ajde shomen. Jo nuk do të dalem, deri sa të kem, për ne nuk ka ndarje imja ti je. Jo nuk do të dalem, deri sa të kem, për ne nuk ka ndarje imja ti je. Do bëhem dalën dyshe, një lulle të sjell. Do të kaloj detet, se imja ti je.
bukur si hana. Se për mu ti t'pashkarit nona. Zemrën ti mamore, ti mamore, mamore, mamore. Je ti aktore, ti aktore, ti aktore. Zemrën ti mamore, ti mamore, mamore, mamore. Je ti aktore, ti aktore, ti aktore. Ajde t'puthi pak jaman aman. Bravo show band. Knuf zemra. Shumë faleminderit. Bravo. Floriana, apo të pengojnë mesazhet e njerëzve që i përmenda më herët, komentet e publikut, pse s'po kënon ashtu, pse po kënon kështu? A të kanë ndikuar një herë? Jo. S'ka ndikuar? As edhe një herë, me të thonë drejtën jo, për shkak që njerëzve kur nuk ju vjen taman. Me vërtet? Edhe tash më janë nis me ngu ata kanë kohë. Aha. Me shkruaj gjithçka. Okej. Edhe kërkosh nuk e din jetën tonë private se ti qysh ke hetë, se nuk janë kanë këpuc tua. Okej. Kështu që është mirë në fund ditës me bë ato që ta ndjen zemra jote, ato që e ki mundësi me bë dhe tjerat nuk kanë rëndësi ashtu. Okej. Unë me thonë ma konkretisht që jam bin tash ma saktësisht pse mos me ngu komentet negative. Pse? E kam pas një aksident me motrën edhe fatmirësisht Me makina? shtonë, po, edhe dikush ka postu videon rreth aksidentit, mandej është postu në TikTok. Të më thonë TikTok që është platformë që shpërthan, për çka do po. Edhe po shkojnë shpe masi që i bënëm vizitat mjekësore këtu. Kur po e shoh videon, as edhe një video, as edhe një koment, nuk u kon, inshallah kanë pështu ose kështu, për shembull për mbështetjen, as me u sigurua kanë pështu ata persona se ju, se cili koment u kon që me ofendu, edhe pa e dit situatën, se normalisht ata si kanë aty, pse me hi me komentu ose diçka, se cili e ka full ato të vetën prej të rezist vetë që u kanë, edhe ka komentu lidhje e pa lidhje, e ta ashtu fillu prej asojna, prej një fatkeqësie, janë gjendje me komentu gjithë çka, qa komentujnë ata nëse e shojnë një sukses temin, ose të kolegëve të me për shembull. Kështu që nuk janë gjithë që dojnë, as nuk janë gjithë që i dojmë, është mirë me pranu vetën që shjeme, me mundu me e kalu mirë se fundja kemi milion krejt edhe. Po thot kena milion krejt, ha? Gjithë qysh. E që të hunë ku e bona pra qanë? Kur e ki ba hunën? Të shkelqim dërgute. Kur e ki ba këtë hunë? E kom ba me 31 janar. Okej. Apo Një dhim kena doktor shpari? shumë profesional. Apo Me dhim thonë kena drejtën, shpari? po, kom pas dhim nështë që u kon kuha e ftëft pak. Okej. Po edhe jëm hime atë sigurin që veç pe bëje, mandej nuk i komendu pasojat tjera që mu i Apo njerët ke huna ashtu kështu njerët, edhe pa E ngrej operacion. ftuftin ma shumë E tash. ngrej se Vallaj, jashtë po. qysh. O jo, pak ma jashtë. E pse e bënë për qik? I kom Ki pas pas qef? edhe probleme shëndetësore, kom pas Okej. DVM, mas njëna sa herë u dosh me përdur pikat hunve, Okej. mas një edhe për estetik, mas një që Po pak ma shumë për estetik, se adin kështoj... Nështë po. Sa për DVM e kështë qirinë u ti. Valla im ka pengu gjithë dhe pse është huna pjesa që nuk bën as edhe një herë me komentu, Aha. se krejt trupin e kanë regullu me laqët, në fund hunën zote, se u kanë ma e komplikumja. Po, e ti e qovë të doktori. E une, Qu pak hunën të po dhe qu. pak me vizitua. Apo të pëlqen tash huna re? Qështë ka dollë? Atë vole mirë, do më thonë, je knash me Me hunë. rezultatin jam shumë e knash, ja u kësha propozut gjithë të shkëlqim dërgutit e Royal Medical. Po, a me bon, do më thonë. Po nëse ka nevoj, pse jo? A ta bëjmë mardhone? Ko gja kam kështu? Jo ti po duke që e kinë ta manë profesion me ftyrën. Po thua, Po. ata që kemë su edhe këtu, kush ka Ja, nevoj, kush s'ka nevoj, a? Tash po se fill më shkën syni që aty. Te huna? Po, direkt, si të shonjeren. Kalemi për një se këshin këtë në plest. Okej? Do më thonë, ty që shje e mirë, sytë në hunë. Direkt, A, ke pas, do më thonë, pas ke pas pikë dopt. po. Vish hunën e kitë bëmë, s'ki ku që më të bëna, a? Jo. Edhe thojt. O thojt, Edhe thojt. pubre po se di. Ha? Kanë mirë që shto piku, sot piku, nesër, po. Çfarë çike je kështu? E çik si bën punë të shtëpisë, si i kryen punë të shtëpisë, punë i del. kam shumë A qef del me në i ba. a e konë në diskotekë për çef? Po.
Del dhe më thonë. Jam konë në Koka dhe në Dajmon. Shkon dhe më thonë ti. Okej. Jo, i kom dalu tash. Pse? Po të thëmë drejten. Nështë ta prap shkoj, nuk i dijet, amo ashtu që shkom po në qef ma heret i jo. A ke pas qef me shkua? Po, të kujla hit të shku... Jo, masi hina në muzik. A masi hinë muzik, dyret e fundit. Mo jallëzuva krejtu në po të thamë, tani mo... Dole... Pigala sekot, ha që Dole, shkoj, po. Tani hajt po shkej ndars, ma hajt tani tek qyrja dhe që është me shku. Po, jeta notës. Dajmon, s'ka pu. Ka pak alkohol tani? Alkoholin se kum... Roll. Asnjë edhe njëherë. Kur s'ke pi alkohol, a? Me thonë drejtën ju se nuk e kam atë farë kondicioni që më me përballu. Okej. Se di, edhe nuk më pëlqen shumë. Mirë po për... Jam ka njëherë në Kokë, njëherë në Dajmon, se edhe ma nuk jam po. Veç i kom këqyrë... I ke provu? Heq, ka ta ishin shpijës për ilahive kështu në... Valla i skandisht heq. Heq skandosht? Po, beu kona i që vazhdimisht ka thonë shumë mirë e ka, nuk e di pse me ndru kështu. Ishin e të edhe të shkollë, mas një edhe nona ja me pu, po s'muj me të regu as vetë se qysh ndodhe. Ndodhe, ja vjen një moment kur ndodhe. Shkuf më morë karriera, pa shfat një jetë dhe inshallah unat në nxeje tash verës, se ka nisë mund nxej koha. Quna, faleminderit shumë që një ka sonde bashkë me neve. Faleminderit shumë që ardhë prej Tiranës sonde në emision Indri. A për në tregon kush u kon sonde me neve në band para se me na pru kongën e fundit për sonde? Me knajtësi. Tregon emra burrë. Me saksofon, Po. Adi Sinaj. Maestro, Adi. Me violin, Riku Nallçia. Oh, Riki, sa i mirë është. Me sharki, Elvi Nuka. Me solo synth, Po. Eri Gjafa. Eri, shumë bukur. 6 era kënë sonde këtu. Okej. Bas harmoni, Jusi Sinaj. Po. Me Tarabuk, Po. Erxhan Luka. Me qyp i thonë ta në Shqipëri. Redi Kodra. Redi në lash për në fund jo. Redi është të i shpis, mo. Redi në s'ki nevoj për prezantim se është... E lash për arsyen sepse funit, Po. se Redi në njeh gjithë shqiptaria. E vërtet. Po se cilin për këtyne? Se cilin? Edhe lash... Se cilin dash për këtyne? Për fund për bateristin Redi Kodra. Ka nga fundit për sonte, edhe një instrumental të bëjmë kështu? Po. Pa tjetër, a? Nuk bëhet lafa ja pun, me show bandin. Hajde kongën e fundit, edhe shihemi javën e ardhshme, ju duam fort. Quna, faleminderit shumë për juve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Apo ndon hala jetaja, po pa moj patit kam shpirtite. Apo ndon hala jetaja, nuk pa moj patit kam shpirtite. Zemra ma kema se ti zemra ma kema, jeta ime. Zemra ma kema se ti zemra ma kema, shpirtime. Se ti zemra ma kemar, jeta ime. Zemra ma kemar, se ti zemra ma kemar. I asha sa me di. Jeta ime, zemra ma kema se ti zemra ma kema, shpirtime, zemra ma kema se ti zemra ma kema, o jeta